Falenderojmë Allahun xhelle shanhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është hijri është shtytje për veprim. Me hijrin, Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij të forcuar do ta mposhtin armikun dhe do ta përhapin islamin në tërë gadishullin arabik. Mbi idetë e hijrit, gjeneratat pasuese do ta sjellin islamin në të gjitha kontinentet. Këta njerëz që bartën islamin me jetën e tyre, me mënyrën e jetesës dhe me veprimtarinë e tyre, i frymëzuan të tjerët dhe në këtë mënyrë fituan zemrat e njerëzve dhe hapësirën. Muhamedi alayhi salam me hijrin u forcua, e mposhti ignorancën, e riedukoi shoqërinë ku mëkati kishte qenë dominues dhe solli pajtimin në mesin e vëllezërve dhe fisëve që ishin të përqarë. Ai bëri njerëzit të aftë përmes fuqisë së besimit, që t'i kundërvihen mëkatit dhe kështu shoqëria e pastruar nga veset mundi të ecë lirshëm drejt një të ardhmeje më të ndritur. Gazaliu, Allahu e mëshiroft, në librin e këshillave që ja drejtoi njeriu, ndër të tjera shkroi se kishte kuptuar që çdo njeri ka miq dhe armiq. Kanë kuptuar, thot ai, se njeriu shoqërohet me njerëzit kryesisht për interes dhe sa ato miqësi janë të dobta dhe të kufizuar. Vetëm një mik është i vërtetë dhe i përhershëm. Ato janë veprat e mira. Prandaj, për njeriu e arsyeshëm, zgjedhja e veprave të mira është zgjedhja e vetme e drejtë. Çdo njeri ka edhe armiq. Disa armiq me kohë bëhen miq. Gazaliu thot se njeriu ka një armik të përhershëm dhe të vërtetë. Ai është shejtani. Duke kuptuar hijrin drejt si një pikë kthese dhe një fillim të ri, Muhamedi alayhi salam së bashku me shokët e tij vun themelet e ndërtimit të një shoqërie që do të rrëmbej zemrat me vlerat e saj. Vuri themelet e bashkësisë medinase, të shtetit që do të ofronte siguri të gjithëve dhe do të garantonte mirëqenje. Ajo bashkësi u themelua mbi edukimin, mbi drejtësinë dhe respektimin e ligjit, mbi barazinë e të gjithëve para ligjit, mbi drejtësinë sociale dhe ekuilibrin. Rrethanat në të cilat vepronte Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij ishin të vështira. Duke i parë nga jashtë, do të thuaj se suksesi ishte pothuajse i pamundur. Megjithatë, ajo natë që leu sheti ishte hanë, dëgjoj për atë natë çud alametu u banë. Tha e minja pash atë natë që di një dritë, si kur djeli për dritare kur rezit. Me hijrin, filloi rritja e fuqishme e islamit. Vërshuan besimtarët drejt dritës nga të gjitha anët. E kur 10 vite nga hijri kaluan, në fenë e së vërtetës u ndriqua Arabia. Rrethanat në të cilat ne e presim vitin e ri 1447 hijri janë po ashtu të vështira. Shoqëria jonë përballet me shumë sfida dhe sëmundje të rënda shpirtërore e morale. Disa vese janë rrënjosur thellë në mendësinë dhe sjelljen tonë të përditshme, duke e dëmtuar të tashmen dhe duke vënë në rrezik të ardhmen tonë. Ashtu siç Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij
nuk u dëshpëruan e nuk u ankuan për rrethanat, por punuan për ndërprerje. Ashtu edhe neve hijri na nxit për veprim. Një poet thot, ne gjithmonë e fajsojmë kohën, por faji është i tërit tek ne. Sepse po të fliste koha, do të na gjente neve fajtor. Asgjë nuk na pengon të angazhohemi, të himë në betejë dhe të shpallim luftë armikut të padukshëm. Pendimi, teubeja, është hijrë. Kështu që secili prej nesh në planin personal ka mundësinë të bëjë një hap përpara dhe të largohet nga ajo që i sjell shpëtim, nga ajo që i sjell shqetësim, që i arrëndon kraharorin dhe të kapet për vepra që janë të dashura për Allahun xhelle xhelalu ve xhelle xhelalu. E që na sjellin lumturi në këtë dhe shpëtim në botën tjetër. Muhaxhir, shpërngulës, është secili që braktis fjalën e keqe, kushdo që lën një vepër të shëmtuar. Muhaxhir është ai që bën hijrë tek Allahu xhelle xhelalu dhe Muhamedi alayhi salam, ai që e pranon sejdën dhe jetën e tij, e rregullon në mënyrë që Islami të jetë përditshmëria e tij, që ai dhe familja e tij ta jetojnë fenë. Nuk është e pamundur, përkundrazi, kjo na pret ta rregullojmë shoqërinë tonë dhe ta forcojmë shtetin tonë. Hijri Muhamedit alayhi salam nuk shënohet vetëm për të kujtuar, por për të paralajmëruar dhe për të na nxitur që të nisim betejën, që fjala e Allahu xhelle xhelalu të jetë më e larta, që të jetojmë me moral. Të gjithë jemi të thirrur në hijrë, që ta bëjmë këtë shoqëri tonën një shoqëri të dijes dhe ta afirmojmë dije. Prandaj, duke pritur hijrin, i ftoj të gjithë përgjithësi që t'i kushtojnë arsimit vëmendjen që meriton. Këtë do ta fajsojmë për disa gjëra që nuk janë në nivelin e lartë. Për faktin se korrupsioni në arsim, veçanërisht në arsimin e lartë, është shumë i përhapur. Nuk do të mund ta fajsojmë kohën, fajin e kemi ne. Të gjithë jemi të thirrur në hijër, që ekonomia jonë të jetë në gjendje të ushqejë fëmijët e këtij vendi. Në vend të hijrit drejt Italisë, Gjermanisë dhe kush e di ku tjetër, le ta bëjmë hijrin në mendjet tona. Kemi një vend të pasur, por mungon përgjegjësia në menaxhimin e tij. Kemi burime të shumta, por mungon përkushtimi dhe kujdesi i duhur. Kemi tokë të papunuar dhe në vend që të nxitet bujqësia dhe vetpunësimi, mjetet publike shpesh shpenzohen në mënyrë të padrejtë të paarsyeshme. Nuk do të mund ta fajsojmë kohën për këtë gjendje. Ne jemi fajtorët. Të gjithë jemi të thirrur në hijër, që vend banimin ton ta bëjmë të bukur dhe të këndshëm për të jetuar. Islami na mëson se Allahu xhelle xhelalu ve xhelle xhelalu është i bukur dhe e do bukurinë. Islami na mëson se pastërtia është gjysma e fesë. Këtë do ta fajsojmë që proji jonë është i papastër dhe i parregulluar. Këtë do ta fajsojmë që thuaj si çdo vend është shndruar në vend grumbullim mbeturinash. Këtë do ta fajsojmë që ulset e parqeve dhe të shadrëvanit të xhamisë janë të shkatruara, që shtyllat e ndriçimit publik janë të dëmtuara. Ta bëjmë hijrin me vetdijen se mbi ne vigjilojnë roje, shkrues fisnik, me laiket, dhe se çdo hap dhe veprim i ini regjistrohet tek ata. Ta braktisim mëkatin. E mëkat është ta ndotësh tokën dhe të prishësh ekuilibrin natyror. Hijri na thret në unitet. Në kushtetutën e Medinës, të cilën Muhamedi alayhi salam e shkroi më njëherë pas hijrit, përcaktohet se një musliman nuk mund të bashkohet me jo besimtarin kundër muslimanit. Hijri na nxit në veprim dhe nuk na lejon t'ia hedhim fajin dikujt tjetër. I lutemi Zotit lartësuar që me ardhjen e vitit të ri 1447 hijri të lind një mëngjes i ri në shikimet tona për botën dhe në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.